Vërtetën unë e kam pa. Edhe besoj që të gjithë e kanë pa, ata kemi qenë më tepër se 20 persona në autopsi. Ne i kemi pa në fotografi me color, që kanë qenë një numër relativisht i madh i fotografive në color, të gjësendeve që janë gjetë në dhomen ku ka vdek, apo supozohet që ka vdek Astrid Dehari. Dhe nëse ajo dhomë dhe nëse ai institucion kontrollohet gjithmonë nga institucionet shtetërore, dhe nëse ne i kemi pa ato fotografi që fillimisht filloj me spjegu shumë herë është thonë televizionin e juj besoj që është hera parë që me thëmë, ka qenë një peshqir i madhësisë mesatare, për shkak se gjitha këto janë në fotografi po color, i cili peshqir ka qenë krejtësisht i përgjakur apo i krejtësisht me gjak, do thotë nuk ka pas pjesë kur nuk ka pas gjak. Ka qenë një sapon i madhësisë mesatare. Kanë qenë edhe gjësënde tjera, po unë pëndalna vetëm të këto. Unë e kam pa Astridin për ndoshta pak ma shumë se 2 orë gjys, të hanën e kalume kur ka qenë obduksioni, zbashku me persona tjerë kompetent, dhe në fytyrën e tij nuk ka pas as një pik gjak, nuk ka pas as një shenjë gjakut, dhe gjitha këto mjetet, themi, gjitha këto gjësendet përgjakura ashtu. Pastaj ka pas edhe sende tjera të përgjakura në dhomën e Astridit, kanë qenë sirtarë përgjakur, ka pas tamponat përgjakur. Çka po thoni, cila është ideja? Fytyra e tij e keni, do thotë, nëse ju besojmë apo edhe publikimeve që i kanë dhënë televizione apo mediume të caktume, fytyra e tij në obduksion që supozohet se nuk ka ndryshuar kurrë prej momentit që është konstatuar vdekja e tij. Për shkak se në momentin që konstatohet vdekja e dikujt, e që ajo ka ndodhur në spitalin e Prizrenit, nuk supozohet dhe nuk duhet askush ta prek trupin e tij derisa nuk kryhet obduksioni. Po thoni është prek trupi. Ai ka qenë krejtësisht, do thotë, fytyra e tij ka qenë më e pastër se fytyra ime. Nuk ka pas asnjë pikë gjak, asnjë olla gjakut, që do të thotë se ai është fshi pasi që është vrarë. Dhe kjo është bë me atë sapon të përgjakun që ka mbet dhomë dhe me atë peshqir. Sepse gjaku definitivisht është i tij.